Arsye kryesore, po kushtet ekonomike, po edhe që shpeshojnë, na thëshëm delet kur, një dele kur këshyr me dalë pe shtekut, këtë shkojnë masajna. Apo thu që nasha nuk i kanë? Edhe ty e po njëni tjetërin. Këtë dul dalë edhe one. Apo kuptan? Nuk është mirë heq. Me lavanin. Atje është Gorbeti ose në burg për këta turë, se unë jam konë Gorbeti, e di shka në Gorbeti. Më thonë s'ko me konë në burg. Unë apeloj të rinia që mës t'i braktisin vatrat e veta. Të qëndrojnë këtu, të punojnë këtu. Se nëse punojnë këtu, ka edhe këtu punë. Njën në Gjermani, i madhë në Kosovë. A ka shku ma ti këtë gjallë i dytë që është në Gjermania? Po, motra në Gjermani, jam nësej një vizë dhe shkaj. Nuk jam një mirë. Me për cilë djallit mja dhe në për Gorbet, nuk jam një mirë se më tha e kum përjetu vetë. Po tash Gorbeti u ma i letë se për shumë për çdo natë fla interneti e këtu e ka bënd vetën. Sluti si pashimi, peshas. Për pos fëmijëve, Abedini tashmë i ka edhe 2 nipa e 2 mbesa. A i thot se tashmë kohën e lirë më shumë ja kushton nipav e mbesav, ndërsa shton se dashuria për ta i a kalon edhe dashurisë për fëmijë. Po. Edhe aja ti u martu? Atje djale vajzi ka, edhe djali ma djale vajzi ka. Vajza ma dhe djalit atje është gati 2 vjeç, para 2 jave e kem një nip. Që e kanë pakzu me emnin e babes tem, kanë shprej dëshira ta vetë. Që kanë lënë? Se baba eme ka pas emnin Fetaja, kanë për të një emnin, ajo më ka edhe ma mirë ju më nije. Se më pëtën, thanë, emnin e babes, a ki qef? Po shpone, veç ju a pre nëni, se në... Valoj, po dojshin. Se në kur në shkollë, për shumë, nuk kam shku e mja marë qantën djallit fëmijëve të me. A djallit shkoj, shumë sytë kam kus, jam në shpion në shkoja, nuk e leon qantën se për i men, nga kese ma dhe peshe ma me bajtën qantën në shkoja marë, edhe e qoj. E një gjë që është e rëndësishme për të, është respekti i të rinjve për të moshuarit. A i thot se në të kaluarën fjala të moshuarit është respektuar nga të gjithë. E një gjë e tillë ka filluar të humbas tash, por që nuk duhet të ndodhë.